A të ka ndodhur ndonjëherë të zgjohesh dhe të kujtosh vetëm një pjesë të ëndrrës, ndërsa pjesa tjetër zhduket menjëherë? Pse ndodh kjo? Pse harrojmë shumicën e ëndrave që i shohim gjatë natës? Në këtë video do ta shpjegojmë këtë fenomen të çuditshëm dhe shumë interesant. Së pari, duhet ta dimë se njerëzit ëndërrojnë çdo natë. Por shumica prej nesh nuk i kujton fare ëndrat, ose kujton vetëm disa fragmente të vogla. Arsyeja kryesore lidhet me një fazë të gjumit që quhet REM sleep ose Rapid Eye Movement. Gjatë kësaj faze, truri është shumë aktiv, thuajse po aq aktiv sa kur jemi zgjuar. Ëndra ndodhin pikërisht në këtë moment. Por edhe pse truri është aktiv, një pjesë shumë e rëndësishme e tij, pjesa përgjegjëse për kujtesën afatgjat, funksionon më ngadalë. Kjo pjesë quhet hipokampus. Gjatë REM sleep, hipokampusi nuk i regjistron plotësisht informacionet. Për këtë arsye, ëndrat nuk ruhen si kujtime të vërteta. Një tjetër arsye pse i harrojmë ëndrat është se emocionet tona gjatë gjumit funksionojnë ndryshe. Kur ëndërron, ti mund të përjetosh frikë, gëzim, konfuzion apo gëzim të madh, por këto emocione nuk kalojnë në kujtesën e përditshme. Truri i izolon këto përvoja që të mos ngatërohen me realitetin. Në një farë mënyre, truri po të mbron nga konfuzioni. Një faktor tjetër interesant është zgjimi. Nëse zgjohesh menjëherë pas fazës REM, ka shumë gjasa të kujtosh ëndrrën. Por nëse vazhdon të flesh dhe zgjohesh më vonë, ëndra zhduket përpara se ta përpunosh. Në fakt, ekspertët thonë se brenda 30 sekondave pasi zgjohesh, truri fillon ta fshijë ëndrrën nëse nuk e rikujton me vetdije. Gjithashtu, ëndrat janë shumë kaotike, plot me skena që nuk kanë logjik. Ato nuk lidhen me rrëfime të qarta, si ndodh në kujtimet e jetës reale. Truri ynë ka shumë të vështirë t'i ruajë informacionet që nuk ndjekin rregulla logjike. Prandaj, edhe kur kujtojmë një ëndër, shpesh kujtojmë vetëm disa imazhe të shkputura. Stresi dhe gjendja jonë emocionale luajnë një rol të madh. Njerëzit që janë të stresuar, të lodhur ose emocionues mund të ëndërrojnë më shumë, por gjithashtu i harrojnë më shpejt. Truri është i zënë me përpunimin e emocioneve reale dhe nuk i jep shumë rëndësi ëndrave. Ka edhe një arsye tjetër shumë interesante. Truri nuk dëshiron që ëndrat të ndërhyjnë në realitet. Nëse çdo ëndër do të ruhej si kujtim i vërtet, do të na ishte shumë e vështirë të dallonim çfarë ka ndodhur vërtet dhe çfarë ishte thjesht fantazi. Kjo do të krijonte kaos në mendjen tonë. Prandaj, truri i trajton ëndrat si diçka të përkohshme. Edhe pse i harrojmë shumë shpejt, ëndrat kanë rol të rëndësishëm. Ato ndihmojnë në përpunimin e emocioneve, largimin e stresit dhe ndonjëherë edhe në krijimtarinë tonë. Shumë ide të mëdha në histori janë krijuar nga ëndra që njerëzit arritën t'i kujtojnë. Por shumica e ëndrave zhduken dhe kjo është krejt normale. Pra, pse ndodh që i harrojmë ëndrat? Sepse truri nuk i ruan mirë gjatë gjumit, sepse hipokampusi është më pak aktiv, sepse ëndrat janë të çrregullta dhe sepse truri dëshiron të na mbrojë nga konfuzioni mes ëndrave dhe realitetit. Herën tjetër kur të zgjohesh dhe të harrosh ëndrrën, mos u habit. Është plotësisht normale. Ëndra thjesht nuk është ruajtur si kujtim. Kaq për sot nga Pse ndodh. Na ndiq për tema edhe më interesante dhe shpjegime të thjeshta për fenomenet që na rrethojnë çdo ditë.